Trump thot se vrasjet e Good dhe Preti nuk duhet të kishin ndodhur. Trump tha se vdekjet e Rene Good dhe Alex Preti në Minneapolis ishin të dyja incidentet të trishta që nuk duhet të ndodhin, por askush nuk ndihet keq për këto të shtëna se sa agentët e ICE. Trump tha për NBC News të mërkurën se ai nuk ishte një ëngjëll, as ajo jo. Nuk jam i lumtur me atë që ndodhi atje, tha Trump. Askush nuk mund të jetë i lumtur dhe as ICE nuk ishte i lumtur, por gjithmonë do t'jenë me njerëzit tanë të shkëlqyer të zbatimit të ligjit, ICE, policinë. Duhet t'i mbështesim ata. Administrata e presidentit Donald Trump, duke reduktuar numrin e oficerëve zbatimit të ligjit të migracionit në Minnesota, pasi zyrtarët e shtetit dhe lokal ranë dakord të bashkëpunojnë duke dorëzuar emigrantët e arrestuar, tha të mërkurën i dërguari për kufirin Tom Homan. Po Homan nuk dha një afat kohor se kur mund përfundoj operacioni në Minnesota pas javëve të trazira në Twin Cities dhe protestave të zhvilluara aty, veçanërisht që nga vrasja e protestuesit Alex Preti, të shtëna e dyta vdekje prurse nga zyrtarët federal të Minneapolis. Homan tha se një tërheqje e gjerë do të ndodhë vetëm pasi njerëzit ndalojnë ndërhyrjen tek agentët federal që kryen arrestime dhe vendosin barikada për të penguar operacionet. I dërguari për kufirin ka shtyr afatin që burgjet të njoftojnë Immigration and Customs Enforcement për të burgosur që mund të deportohen, duke thënë se transferimi i të tillë personave tek ICE është më i sigurt, sepse do të thotë se më pak oficer duhet të jenë në lëvizje për të kërkuar njerëz që janë në vend ilegalisht.